Pranë monumentit të vdekjes, objektit të rënuar, ku deri para një viti funksiononte pa pengesa, diskoteka ilegale Puls, dje u vendosën 63 zemra me emrat e të gjithë viktimave të zjarrit. Shoqata e qytetarëve 16 marsi, sot në mëngjes mbajti 1 minutë heshtje në orën 2:32 minuta, momenti ku një vit më parë shpërtheu zjarrin në Puls dhe zhyti Koçanin në zi. 63 karike me një trëndafil të bardhë me emrat dhe datëlindjet e viktimave u vendosën në parkun e Revolucionit në qendër të Koçanes. Rreth 140 nga më shumë se 200 të lënduarit në zjarr vazhdojnë të marrin mbështetje mjekësore dhe trajtimi i tyre vazhdon. Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu në konferencën ndërkombëtare të organizuar nga qendra me temë aspektet institucionale dhe klinike dhe zgjidhjet pas zjarrit në Koçan një vit më pas, prezantoi planin kombëtar për përballimin e situatave me viktima masive, i cili është miratuar në mbledhjen e fundit të qeverisë. Ai theksoi se bëhet fjalë për dokumentin e parë të këtij lloji në vend, i përgatitur me mbështetjen e organizatës botërore të shëndetësisë. Plani është rezultati mësimeve të nxjerra nga disa ngjarje tragjike të viteve të fundit, aksidenti i autobusit në Llazkarc, zjarri në spitalin modular në Tetov, aksidenti i autobusit në Bullgari dhe tragjedia në Koçan. Ndërkohë premtimet për një resetim të sistemit po shndërrojnë në kritika të hapura, pasi edhe një vit pas tragjedisë në Koçan nuk është ndryshuar asnjë rregullore lidhur me kushtet që subjektet juridike duhet të plotësojnë për të marrë licencë për punë.